Universi është më i madh se çdo gjë që mund t'imagjinojmë. Ka më shumë planete se kokra rëre në të gjitha plazhet e tokës. Dhe megjithatë, nuk kemi dëgjuar asgjë. Hapësira nuk bën zhurmë, nuk dërgon sinjale, nuk jep paralajmërime. Por prej mijëra vitesh, njerëzimi ka ngritur syt lart duke e kërkuar diçka që nuk e kupton plotësisht. Yjet nuk ishin kurrë thjesht drita në qiell. Ishim ne që u dham kuptim. I bëm harta, perëndi, shenja, shpresë. Sot, për herë të parë në histori, ne nuk po i shikojmë më yjet për të ndërruar, po i shikojmë për të ikur. Toka po ndryshon, burimet po shterojnë, popullsia po rritet, dhe për herë të parë, ideja e largimit nga planeti ynë nuk tingëllon më si fantashkencë. Por hapësira nuk është shpëtim, është sprov, një mjedis që nuk na do, nuk na njeh, nuk na fal. Dhe megjithatë, ne po kthehemi atje, me raketa më të fuqishme, me teknologji më të zgjuar, me frikë më të madhe se kurrë më parë. Pyetja nuk është pse hapësira është e rëndësishme. Pyetja është pse pikërisht tani. Çfarë është realisht hapësira? Hapësira nuk është bosh, është armiqësore. Përtej atmosferës së tokës, jeta nuk është e mirëpritur. Nuk ka ajër, nuk ka presion, nuk ka mbrojtje nga rrezatimi kozmik. Trupi i njeriut, i ndërtuar për këtë planet, nuk është menduar për atje lart. Në hapësirë, gjaku vlon pa u nxehur, muskuj dobësohen, kockat humbasin densitet, truri humbet orientimin, dhe çdo gabim i vogël është fatal. Orbitimi rreth tokës nuk është fluturim, është rënje e vazhdueshme, një ekuilibër i brisht mes shpejtësisë dhe gravitetit. Një gabim matematikor dhe gjithçka përfundon në heshtje absolute. Dritat që shohim në qiell janë yje që mund të kenë vdekur miliona vite më parë. Hapësira nuk ka kohë njerëzore. Ajo nuk e njeh të tashmen. Çdo vëzhgim është shikim në të kaluarën. Edhe më e frikshme është boshllëku, jo si mungesë materie, por si mungesë reference. Në hapësirë nuk ka lart, poshtë, drejtim, ka vetëm lëvizje relative. Për këtë arsye, astronautët flasin për një efekt të veçantë, një ndjenjë thellë për ulësie dhe ankthi kur shohin tokën nga larg. Një planet i vogël, i brisht, i varur në errësirë. Hapësira nuk është skenë madhështore, është një mjedis që nuk negocion. Dhe megjithatë, njerëzimi po përpiqet ta pushtojë. Jo sepse është e lehtë, por sepse ndoshta nuk ka më ku tjetër të shkojë. Universi nuk është miqësor. Universi nuk është ndërtuar për ne. Nuk ka qëllim, nuk ka mëshirë. Rrezatimi kozmik përshkon hapësirën me shpejtësi drite. Një dozë mjaftueshme mund shkatërrojë dënën njerëzore pas një shenjë paralajmëruese. Në tokë, atmosfera dhe fusha magnetike na mbrojnë. Në hapësirë, ajo mbrojtje zhduket. Temperaturat luhaten nga qindra gradë nën zero në qindra mbi zero. Nuk ka ekuilibër, nuk ka stabilitet, vetëm ekstrem. Asteroidët nuk janë objekte romantike që kalojnë bukur në qiell, janë mbetje të dhunshme të krijimit të sistemit diellor. Një trup i vogël me shpejtësi të madhe mjafton për të shuar një qytet. Edhe drita është armike, pa atmosferë, rrezet e diellit janë vdekje prurse. Errësira nga ana tjetër nuk është thjesht mungesë drite, është izolim absolut. Në univers, jeta është përjashtim, jo rregull. Çdo element i nevojshëm për jetën, ujë lëngshëm, temperaturë qëndrueshme, energji e moderuar, është i rrallë, shumë më i rrallë se sa ne imagjinojmë. Toka nuk është thjesht shtëpia jonë, është një anomali, një balancë perfekte në një univers që nuk njeh balanca. Dhe kur flasim për kolonizim, për planet rinj, për jetë jashtë tokës, duhet ta pranojmë një të vërtetë të pakëndshme. Nuk po kërkojmë një shtëpi më të mirë, po kërkojmë një vend ku të mos vdesim menjëherë. Pse njerëzimi po ikën nga toka? Njerëzimi nuk po shkon drejt hapësirës sepse është kurioz, po shkon sepse është i shqetësuar. Toka për herë të parë nuk duket më e qëndrueshme. Ndryshimet klimatike nuk janë parashikime, janë realitet. Temperaturat rriten, detet ngrihen, thatësirat zgjasin, stuhit bëhen më të dhunshme. Popullsia globale po rritet më shpejt se sa burimet. Uji i pishëm po bëhet politik, ushqimi po bëhet strategji, energjia po bëhet armë. Dhe mbi të gjitha, ekziston frika që nuk thuhet shpesh me zë. Një ngjarje globale që nuk mund ta ndalojmë. Një asteroid, një supervulkan, një pandemi më e rëndë, një luftë që del jashtë kontrollit. Hapësira po shihet si sigurim jete për specie njerëzore, jo si zgjidhje por si rezervë, një plan B për një planet që nuk është më i garantuar. Por kjo ide ka një problem të madh. Ne nuk kemi mësuar ende të kujdesemi për një planet të vetëm dhe po flasim për më shumë se një.
A është ikja progres apo shmangja përgjegjësisë? Sepse nëse nuk dim ta ruajmë tokën, çfarë na bën të mendojmë se do të ruajmë Marsin? Hapësira nuk është arratisje, është pasqyrë dhe ajo po na tregon diçka që nuk na pëlqen. Problemi nuk është planeti, problemi jemi ne. Gara e re, shtete kundër korporatave. Për dekada, hapësira ishte territor shtetëror. NASA, Roskosmos, agjenci publike, misione kombëtare, flamuj në hënë. Sot, kjo ka ndryshuar. Hapësira po privatizohet. Korporata teknologjike po ndërtojnë raketa më shpejt se sa shtetet miratojnë buxhete. Ato lëshojnë satelit, planifikojnë misione dhe flasin për koloni si projekte biznesi. Motivi nuk është vetëm eksplorimi, është kontrolli. Satelitët nuk shërbejnë vetëm për internet dhe GPS. Ato kontrollojnë komunikimin global, navigimin ushtarak, tregjet financiare dhe inteligjencën strategjike. Kush kontrollon orbitën, kontrollon tokën. Shtetet janë ende të pranishme, por tani po ndjekin ritmin e sektorit privat. Partneritete publike-private po zëvendësojnë garën ideologjike të luftës së ftohtë. Por ndryshe nga shtetet, korporatat nuk kanë qytetar, kanë aksioner. Vendimet e tyre nuk kalojnë nëpër parlamente, kalojnë nëpër borde. Dhe ligji ndërkombëtar është i papërgatitur. Traktatet e vjetra flasin për paqe në hapësirë, por nuk parashikojnë minjera në asteroid apo pronësi mbi planet. Hapësira po bëhet fusha e ardhshme e konkurrencës globale, jo për dije, por për avantazh. Dhe pyetja që lind është e thjeshtë. Kur të ndërtohen vendbanimet e para jashtë tokës, kush do t'i sundojë? Ligji, shteti apo kompania që arriti e para? Marsi, hëna dhe iluzioni i shpëtimit. Marsi është bërë simbol shprese, një planet i kuq që shihet si shtëpia e ardhshme e njerëzimit, por realiteti është shumë më i ftohtë. Marsi nuk ka atmosferë të frymëmarrshme, nuk ka fushë magnetike që të mbrojë nga rrezatimi. Temperaturat bien deri në -125 gradë Celsius. Stuhitë e pluhurit zgjasin muaj të tërë. Një ditë marsiane është më e gjatë se një ditë toksore, por kjo është ndoshta gjëja më normale atje. Hëna është më afër, por edhe më e pamëshirshme. Pa atmosferë, pa mbrojtje, pa ujë të bollshëm. Një bazë në hënë nuk është koloni, është stacion mbijetese. Ideja e kolonizimit shpesh paraqitet si shpëtim për njerëzimin, por kolonitë e para nuk do të jenë qytete, do të jenë ambiente të mbyllura, të rrezikshme, ku jeta varet nga teknologjia 24 orë në ditë. Një defekt i vetëm, një gabim i vogël dhe gjithçka përfundon. Hapësira nuk ofron stre për miliarda njerëz, ofron eksperimente për pak të zgjedhur. Dhe kjo ngre një pyetje të pakëndshme. Kur flasim për shpëtimin e njerëzimit, për kë po flasim realisht? Sepse nëse hapësira bëhet zgjidhje, ajo nuk do të jetë e barabartë, do të jetë privilegj. Marsi dhe hëna nuk janë plan B për tokën. Janë pasqyra të kufive tanë teknologjik dhe moral. Dhe ndoshta mesazhi i tyre është i qartë. Nuk ka planet rezervë. A jemi vetëm në univers? Universi është i pafund nëpër masa që mendja njerëzore nuk i përballon. Qindra miliarda galaktika, secila me qindra miliarda yje dhe rreth shumë prej tyre planete. Statistikisht, ideja që jeta ekziston vetëm në tokë duket e pamundur, por realiteti është më i ndërlikuar. Shkencëtarët kanë zbuluar mijëra egzoplanet. Disa janë në zonën e banueshme, disa kanë ujë, disa kanë përbërje të ngjashme me tokën. Por jeta nuk është vetëm çështje distance nga një yll, është çështje kohe, stabiliteti, fat. Deri tani nuk kemi asnjë provë të drejtë për drejtë për jetë inteligjente jashtëtoksore, as sinjale, as mesazhe, as gjurmë teknologjie. Kjo quhet paradoksi i Fermit. Nëse universi është kaq i madh dhe i vjetër, pse është kaq i heshtur? Ka disa përgjigje të mundshme. Ndoshta jeta inteligjente është shumë e rrallë, ndoshta civilizimet shuhen shpejt, ndoshta teknologjia i çon drejt vetë shkatrimit, ose ndoshta jemi shumë herët, ose shumë vonë. Heshtja e universit nuk është provë që jemi vetëm, por është kujtesë se jeta mund të jetë jashtëzakonisht e brisht. Dhe nëse jemi vërtet vetëm, qoftë edhe për një moment kozmik, atëherë përgjegjësia jonë është shumë e madhe, sepse kjo do të thotë se jeta, vetdia dhe kujtesa e universit varen nga ne. Çfarë na pret realisht në hapësirë? E ardhmja e njerëzimit në hapësirë nuk do duket si në filma. Nuk do të ketë qytete futuriste, makina fluturuese dhe jetë e rehatshme. Do të ketë izolim, rrezik, disiplinë ekstreme. Misionet e ardhshme nuk do të jenë aventura, do të jenë teste mbijetese.
Astronautët e brezit të ardhshëm do të jenë më shumë inxhinier dhe mjek se sa eksplorues romantik. Ushqimi do të jetë i kontrolluar, ajri i ricikluar, uji i kufizuar. Çdo burim do të jetë i çmuar. Gabimet nuk do të falen. Hapësira do të na detyrojë të ndryshojmë biologjikisht. Trupi i njeriu nuk është projektuar për gravitet zero afatgjat. Do të kërkohen ndërhyrje mjekësore, teknologji mbështetëse, ndoshta dhe modifikime gjenetike. Kjo nuk është fantashkencë, është diskutim shkencor. Eksplorimi i hapësirës nuk do të shpëtojë njerëzimin nga vetja, por mund ta detyrojë të piqet, sepse në një mjedis ku çdo gabim është fatal, bashkëpunimi bëhet domosdoshmëri, konflikti bëhet luks, egoja bëhet rrezik. Hapësira nuk do të na bëjë perëndi, do të na bëjë më të vetëdijshëm për kufijt tanë. Dhe ndoshta pikërisht kjo është arsyeja pse duhet të shkojmë atje, jo për të ikur nga toka, por për të kuptuar se sa e çmuar është ajo. Pyetja finale njerëzore. Për mijëra vjet, njerëzimi ka pyetur se çfarë ka atje lart. Sot, pyetja ka ndryshuar. Çfarë po kërkojmë vërtet në hapësirë? Nuk po kërkojmë vetëm planet të rinj, po kërkojmë siguri, kuptim, vazhdimsi, një mënyrë për të mos u zhdukur. Hapësira na josh sepse është e panjohur, por ajo na frikson sepse nuk na premton asgjë. Ajo nuk na pret, nuk na thërret, nuk na shpëton. Dhe ndoshta ky është mësimi më i madh. Njerëzimi nuk është qendra e universit, por është e vetmja gjë që jep kuptim atij. Nëse jemi vetëm, atëherë jeta është jashtëzakonisht e çmuar. Nëse nuk jemi, atëherë duhet jemi gati të përballemi me diçka që na tejkalon. Në të dyja rastet përgjegjësia është e njëjtë. Të mbijetojmë, të kuptojmë, të mos shkatrojmë atë që kemi. Ndoshta destinacioni më i rëndësishëm nuk është Marsi, Hëna apo yjet e largët, është toka. Dhe ndoshta eksplorimi më i vështirë nuk është i hapësirës, është i vetes. Shkruaje mendimin tënd në komente. A mendon se ardhmja e njerëzimit është në hapësirë apo këtu? Abonohu për dokumentarë që nuk premtojnë shpresë të rreme, por kërkojnë të vërtetën.